Mbrëmja e 10 e spektaklit Ferma VIP 2 në ekranin e Vision Plus dhuroi një atmosferë të ngarkuar emocionale dhe vendime të papritura nga Agai. Që në nisje të kësaj nate, moderatorja ndau me publiku një zarf me një përmbajtje të rëndësishme mbi sjelljet e papranueshme në fermë, ku theksoi nevojën për ndërgjegjësim dhe respekt mes fermerëve. Denigrimi i imazhit dhe bullizimi i fermerëve ndaj njëri tjetrit është rreptësisht i patolerueshëm në ferma VIP. Në prajmin e kësaj të premte, Agai dënoi ashpër dhunën verbale dhe bullizimin, duke çuar në televotim të menjëhershëm 6 fermerë: Alba, Nur, Big Basta, Andrea, Andueli dhe Big Mama. Fermeri që humbet përfundimisht statusin dhe që duhet të largohet sonte menjëherë nga ferma VIP është Nur. Si pasojë e këtij televotimi të paparashikuar, në bazë të votave të publikut, Nur Alkazal ndërpreu menjëherë rrugëtimin në fermë, duke humbur kështu mundësinë për të fituar çmimin e madh. Mes tensioneve, mbrëmja solli edhe emocione të tjera. Alba Pollozhani ndau me publiku një rrëfim personal për jetën e saj mbi një martesë të dhunshme dhe mungesën e mbështetjes nga familjarët pas divorcit. Zemra më bëhet plag dhe në asnjë moment nuk ju shfaq se sa më mungojnë. Megjithatë, ajo u shfaqe fort dhe me një mesazh të thellë shoqëror. Një tjetër moment kyç i spektaklit ishte zgjedhja e kryetarit të fermës. Një fushatë gjatë dhe aktive mes dy kandidatëve, Ylli Dreshaj dhe Frederik Ndocit, nxori fitues këtë të fundit. 8+1 Frederik Ndoci. Frederik Ndoci si shpërblim ka të drejtë jap secilit prej fermerëve nga një urdhër për t'i shërbyer atij. Kjo mbrëmje ishte plot emocione, reflektime dhe vendime që tregojnë se Ferma VIP mbetet një spektakël i vërtetë i sfidave dhe ndërgjegjësimit. Fermeri i zgjedhur për kryefermer nga publiku është Ester. Publiku ishte ai që vendosi sërish. Ester u zgjodh si fermerja më e votuar, duke u bërë automatikisht kryefermerja e kësaj jave. Ferma VIP 2 vazhdon të transmetohet 24 orë në 7 ditë të javës në 2 kanalet e dedikuara të platformës String, si dhe në ekranin e Vision Plus.